jo absolutisht ka qenë zgjedhja ime, deklaruar që vitin më parë, se kur unë kisha moralin për të kërkuar zotin Berisha të bëjë një hap prapa, patjetër do të jepja shembulin tim, dhe kam deklaruar që unë s'kam pasur ambicie, por që nuk do të thotë që nuk kemi përgjegjësi. Kemi ardhur ndej për faktin ku ndodhet vendi sot, kemi ardhur ndej për faktin që opozita soi një humbje turpluese, kemi ardhur ndej për faktin që po flasin që zgjedhjet u manipuluan, por nuk flasin për zgjedhje. Pra, problemi kryesor që ka Shqipëria sot është kush është zgjedhja. Si mund të dilet nga kjo situatë? Unë mund të bie dakord me të gjitha akuzat që thonë zoti Berisha për abuzime të zgjedhje dhe i bashkohem atij, por problemi shtrohet që a mundet të jetë zoti Berisha zgjidhje? Pra a mundet të largohet sipas logjikës zotit Berisha, zoti Rama që është i korruptuar dhe që ka manipuluar zgjedhjet, për të zëvendësuar nga zoti Berisha që si departamenti i shtetit ashtu dhe Ministria e Jashtme britanike e kanë shpallur pa dëshiruar për korrupsion. Në emër tjetër për përsive të PS ka për momentin? Patjetër Partia Demokratike do ketë zgjidhje. Unë jam plotësisht i bindur që me këtë gjendje që është Partia Demokratike ka prekur fundin dhe vjeshta që vjen maksimumi pranvera do të prodhojë zgjidhje. Faleminderit.